është kaluse, po du me ta lidh masi që kom punu, po unë jem shku në Kosovë dhe në Shqipni gjatë këtë kohë, sa jem kohë në Amerikë kom punu, i kom përmajt lidhet shumë mirë me Kosovë e Shqipni, edhe erdhë momenti që unë e Blerta, ke ardhe Blerta në studime atje, kur kena vendosë me bo fëmijë, unë i kemë thonë fëmijë nuk bëjnë Amerikë, dhe arsyeja pse jemi këthy në Kosovë, është për shkak të fëmijëve, sepse unë s'kum dash me rritë fëmijët atje, për shkak të kohës, të angazhimeve, se gjatë periudhës që kom punu me Fadilin, unë jeta jame personale u konë zero, jeta jame u konë aeroplan, aeroport, sat, aeroplan, aeroport, taksi që ka që u konë kretë komplet jeta, edhe pash që nëse ki fëmijë është e pa mundun, ose duhet me ta rritë dikush tjetër, që ti s'mund është me rritë, edhe mu më ka pëlqy gjithmonë që e kena si shqiptar këtë ngrësin e familjes, që lidhet fëmija me gjyshin, me hallën, me dajën. Përveç kësaj e kemi edhe slow life, një jetë nga dalshme. Mu pëlqen shumë. Akoma vazhdon të jetë një jetë nga dalshme. Quemi pim kafe njëherë. Po mu pëlqen që aja se që në fund të ditës... Kemi proces dheri sa të fillojmë punën. Ani është jeta më nuk është këtë jeta punë. Mu pëlqen se ti qosh më nxesë, se fol me dikon që shki kalu, te ki kalu. Po e vërtet. Mua di pse më pëlqen se gjithë ditë e kena ka një psikolog në tavolinë. Që ajë ty të një marë në dishka, edhe me dashë do njerë dëgjon ti, do njerë ajë dëgjon ty. Fikë, sepse regulloni njëri tjetëri nuk e len me hi lugave. Në Amerikë, për shembull, qosh më nxesë, hypën trana kude që kemi shku në punë, je vetëm, pak me mu konë lugave me problemeve, të s'ka kush me t'nalë, mas taj si t'qelet aja derë, mua aja derë nuk e mshelet, edhe shumë letë është për me shku ka depresioni, e ka problemet serioze, shtu që unë për veti e nxej vetën si person shumë pozitiv, për që shumë kumë punu në Amerikë me vetën edhe s'ku mujdi kur jem lodhë dhe kumë thonë, okej, kjo nuk është jeta është ndryshe, jeta për mu është Kosova, Shqipnia, pse e du edhe Evropën, sepse e ka pakës atë idin edhe me jetu, jo veç me punu. E për që ata mu për vetin pëlqen shumë, se sa dhe që punoj edhe në Kosovë, menoj që jam super busy, punoj këtë kohën, gjithmonë kom kohë edhe për fëmijë, edhe për familje, edhe për veti. Ku dush, gjithë shka e ki ofër, 10-15 minuta më rrinë për ku dush, krye punën 5-15 janë shpi me trafikin më të madhin. Prapë ki kohën, mund është me dalë me fëmijë, mund është me najtë me ta, mund është mazë që të flajnë fëmijët, apet mund është me dalë edhe në mramje, edhe në dark, edhe këthejesh edhe njësë qoshën me në gjesë pas një problem. Shumë e vërtet. Po gjithësit të kanë kritiku, të kanë bo këto pytjet, si shdim ne me i bo, pëse u këtheve, qysh u këtheve, a je normal, i kemi do të thët, disa pytje që ndoshta edhe nuk në lejohet pare me i bo, po si popull edhe i bojmë jemi ashtë direkt. I kena një 2-3 sane shumë interesante. Mas pare si e nga këthy për të më ta lidhë me qëta dhe ku e marrë ngudzimin njerës të na, me një herë e ka njësë me thonë pëse s'pë bërë një fëmi. Dhe me thonë, ati shka të me thonë me thonë dikuj pëse s'pë bërë fëmi. Po të përzi? A moja, s'moja, dua, s'dua, dhe qëfar pytje është. Nejse, po du me të kalëzu dhe ku hiin, dhe me thonë, nëse të dikur pëse s'pë bërë fëmi, a i ka kalu kretë kufit. Po, si pas ati ose asaj, ajo është me demek është po ta dënë të mirën, apo kuptojnë që aty është ideja, demek unë po thëmë për të mirën tonë. Pse se une nuk e di qka është mirë, qka është keq. E kur jem nisë mu këthim asë parë këtë shok që i këmë pas atje, unë për ndryshe kam edhe shtetësinë amerikane. Para gjykimi, prej njerëzve që i këmë pas e rrethin atje, aje normal, që është për të më shku në atë vanë zbanë, kështu ashtu, po une e disha sigur se i pa ta rregullu këtë punë dhe disha shka po du me bo, dhe disha që kur të kthejna kom pra punë, jam dikushi me punën të eme që e bëj, edhe në gjë vetën që fa karakteri jam edhe sa punëtori jam. Edhe kërë më këthy, edhe mas të këta këtu, kredim nga dhe në qushe kilonë Amerikë, pa ja zgati vishë një javë dit. E mira, këtë ti mua beti është që këtë shokve ju thamë, o më së nisi për me që të para gjykim që dhe me kanë me të vetë, po të vetë një 2-3 ditë të harohet se se cili vazhdojnë punën e vetë. E unë e menoj edhe tashti që i kom kretë që ta shokat, këtë thojnë vendimin ma të mirë, një jetë që e ku marë është qatë ditë që na e na këthy në Kosovë, na e kena jetën shumë ma të qetë, i kum bo personalisht ka kum dash ondrën temet jetës, e kum kompletu, dhe me thonë që asë që e kum menu, e i ka kalu dhe ondrën teme, që që jam rahat dhe jam mirë njës, për këtë sanë që i kom, gjithmoni vlerësoj i du sanë që i kum bo, se i kum bo me shumë mund, kum punu shumë gjatë, po këtë sanë që kum dash mi bo, i kom këtu, tash kështu ashtu të ardhë mundësia që ku dush më udhëtu, për shkon më udhëtu, pa asë një problem, edhe fëmijët mujnë me të shku me studiu ku dush, kështu që pashaporta amerikane është veç edhe një pashaport për mu, që ma të pengon të paktën të udhëtosh edhe në disa vende që me të tonë. Nuk është një farë problemi se merë edhe vizën, Blerta udhëton në Amerikë ma shumë se sa une e ka vizën. Apo dhe shka na vynë, a dhe shka të vynë e këmë zbulu, kartela bankës të vynë më kone fort. Ku gjotë tjetër.